Fushata për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë zyrtarisht fillon të hënën në datën 25 nëntor, por subjektet politike del të mos e kenë ndaluar atë që pas raundit të parë. Takime me qytetarë, pjesëmarrje në debate, shpalosje e programit në shumë mënyra, konsiderohet nga shoqëria civile si një fushatë e pastër politike dhe këshillojnë që kjo të ndërpritet dhe të mos vazhdojë edhe më tutje. Në anën tjetër, subjektet politike nuk pranojnë se po bëjnë fushatë. Ata thonë se kandidatët duhet të jenë gjithmonë pranë qytetarit. Ndryshe, takimet e politikanëve me qytetarët në vendin tonë nuk shihen përveç se kur afrohen zgjedhjet. Me qenë se procesi zgjedhor tashmë ka filluar dhe jemi në vazhdën e atij procesi zgjedhor, përkundër faktit që ende nuk është zyrtarizuar, nuk ka asgjë që do duhej t'i ndalonte këta kandidatë që të mbajnë kontaktet e tyre me qytetarët. Kontaktet që mund t'i mbajnë kandidatët me qytetarët nuk shoh që ka diçka të keqe këtu. Ajo që ka të bëjë me ligjin është mos reklamimi, mos mbajtja e tubimeve të mëdha, tubimeve elektorale dhe mos reklamimi në televizion. Mirë po nuk ka provizion ligjor i cili mund ta ndalë një kandidat që të shkojë të takohet me njerëz dhe të kërkojë që ta votojnë. Kjo është kompetencë KQZ-s dhe unë nuk du të përzihem aty ku konstaton se ka shkelje ligjore, mos respektim të rregullave, normalisht se janë të parapara dhe masa të ndëshkuese. Ne nuk mendojmë se duhet tej masë të kufizohet aktiviteti politik i subjekteve politike, sepse na të kundërtën mendojmë se qytetari nuk duhet të politizohet vetëm gjatë periudhës të fushatës zgjedhore, mirë po mendojmë se qytetari duhet të jetë i politizuar gjatë gjithë kohës, që të jetë në trend me zhvillimet politike, kështu që edhe të jetë pjesë e procesit vendimmarrës. Por ndryshe nga subjektet politike mendojnë shoqëria civile. Ata që i kanë vëzhguar gjithmonë e konsiderojnë se po bëhet një fushatë dhe e vlerësojnë se kjo nuk është as pak një praktikë e mirë. E njëjta praktikë, po vazhdon edhe pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve, përkundër që tashmë kemi një vendim të KQZ-s ku 5 ditë është përcaktuar fushata elektorale për ballotazh, ndërkohë që subjektet politike nuk i kanë dalur pothuajse asnjë moment aktivitetet e tyre edhe pas raundit të parë dhe si tillë ato cilësohen pa asnjë dyshim që janë fushate e pastër elektorale. Unë mendoj që kjo është një çështje jo e mirë e subjekteve politike, të cilat po dëshmojnë që ato vetë së pari nuk janë të interesuar të respektojnë normat të cilat ata vetë vendosin.